në Shqipërisë, një figurë tjetër e shëmtuar e shëmtirë e korrupsionit Galapan, e cila guxon dhe ka supermarkete deri në Brooklyn, njësoj si Lubia që ka 14 supermarkete në Tiranë, nivel më të ulët nuk ka parë Shqipëria kur. Nuk e di në qoftë se në të ballo që është bërë me trupin diplomatik ka qenë përfaqësuesi i vendit tim amerikan. Në qoftë se ka qenë turp, në qoftë se ka qenë duket merret qartazi shuplaka ndaj Ramës. Personalisht, fillimisht isha kundër atyre djegjeve në parlament, jo i lumt, sepse ka rritur ato pamje deri në departament afër shtëpisë bardhë. Rubio është Mehmet, është nga sekretarët e shtetit më dobët që ka pas Amerika në 50 vitet e fundit. Por natyrisht ai ka kalkulimet për të pritur për të ngarur president. Nuk mund dalë kundra Donit. Ka qenë i ashpër në Honduras, ka uruar me njëherë fitoren e një djathti si ndodhi në Kili. Por sipas Breitbart, një media e djathtë amerikane që nuk ka një potencë të madhe, por drejtohet nga Steve Bannon, përsëri departamenti nuk është përgjigjur, por zyrtarët tani po shikojnë me shqetësim të madh Ramashenkon dhe natyrisht do të ketë. Lubia është në grada, nuk diskutohet. Rama po flet shumë, po bën bllop sikur do vinë në shkurt, mbasi tek mëngjesi i lutjeve. Do të përballet me injorimin amerikan, të cilët i largojnë si nga zgjebja. Motra dhe vëllezërit e tij të BE-s më të korruptuar se ai. Pat deklaratën nga Orban, miliarda dollar. E majta shkatron kudo, vjedh. Ç'duhet bëjnë shqiptarët? Qaset janë. Bangladeshin e pat. Rumania, Bullgaria, për mua Kevi. Protestat duhet ta shkulin nga zyra këtë fytyrë të ndyrë të politikës shqiptare që ka shkatruar Partinë Socialiste mbi të gjitha, një pasuri kombëtare që do të kishte një tmaj, dhe që po mbron një lëtyrë. Pastrusja e Athinës, Matahari e Athinës që përfundon numri 2, me mira përgjime. Janë miliardë dollar të vjedhur. Ajo që më gëzon është fakti i 2 jatëve. Kjo tregon që letër porosia ka ardhur deri në Amerikë, sepse jatët janë blerë nga çunat e nanës të Ramës në New York. Nuk mund të ri pa aluduar dhe jo spekulim që këta të mos dinë që vllai Ramës ndërton Michigan. Apo ato hotelet ku ai është aksioner i fshet me oligarkët që janë sulur tani dhe në Amerikë dhe në Kanada. Jo thash, deri tek Spiropali po pastron. Në Kanada. Kjo parti është parti kriminale. Kjo është një strukturë kriminale. Grup i strukturuar kriminal. Duhet nxjerrja jashtë ligjit. Duhet vendosur dënimi me vdekje, dënim me pushkatim. Duhet një republikë e re. Duhet një kushtetutë e re. Ky nuk ikën me votë. Ky vjedh. Ky gjykatën kushtetuese e ka bërë si haremi i tij. Ç'a logjike ka do pres gjykatën kushtetuese? Do t'japë vendim për Beqir Ballukun? Mbas 80 viteve. Spaku fillimisht u tregua zotëni, tha vetëm pezullim. Heqje pasave, s'doje. Arrestim, do të arrestohet, nuk ka kur shkon. Do të duket lule ato tunelet e Hoxhës. Dhe nuk do të shpëtojnë dot tunelet e Surrelit. Berisha tha që ke hikur me ato blinë në 91. Nuk e di ka qafër bllokut pas kërkesh qenë. Sepse fundi mbahet mend, fundi yt është i të vështirë, nuk ka se si. Ke vjedhur më shumë se gjysmën e buxhetit. Nuk besoj të jenë aq idiot edhe patronazhistët edhe socialistët ndershëm. S'ka pse frigojnë nga Berisha, ardh kushdo, ky duhet hik. Personi që ka larguar 1 milion vet. Ç'do të bëjmë shumë? Dhetimet janë thella. Agasi, Agaçi, Balluku, ministrat tjerë, të gjithë i ke hajdut. Vetingi pasurisë. Në deklaratën e pavarësisë, amerikanë ka që populli ka të drejtë të përmbysë me armë qeverinë nëse bëhet despotike. Në Kiev, shqiptarët e dinë si ndodhi. E pat në Bullgari, e pat në Rumani. Nuk ka se çfarë durohet më shumë. Ai është njëri me probleme vendore. Fundin do ta ketë keq. Njëri që s'ka punuar kur mas 90-s. Ka jetuar me mëshira dhe me vjedhje. S'ka krijuar asgjë. Fasad. Fasad ka qeverinë, fasad ka familjen, fasad ka shoqërinë.
fasat ka aleancën me Amerikën. Ai në zemër është Varshavian. Me Moskën, me Beogradin, me Athinën. Ishte iniciatori me blerë për kafshimin e trojve të Kosovës. Gjithmonë thik mbas shpinën e Kosovës. Del si bufon, si kloun, kur flet një president e fisnike e Kosovës. Jam dhe unë këtu. Dhe vishet si klaun, ashtu si që është. Do të adhurojnë shqiptarët ende? Fakti që ato pamje dhunën në parlament, kanë ardhur në departament, tregon që problemi ka shkuar dhe nuk mund të sfidoj dot një ligavec vazhdues i Partisë së Hoxhës këtë vend të madh. Natyrisht fundit ata që vendosin janë shqiptarët. Amerika ka problemet e saj. Mbas platformës strategjisë kombëtare, edhe asaj të mbrojtjes, ne jemi me fat që mbrohen kufijtë e Kosovës dhe hapet një rrugë dhe për NATO. Por as Trump, as kush nuk ka drejt ndaloj aspiratën për bashkim të Shqipërisë me Kosovë. Sepse platforma ekziston nga nxezje Helmsi i Madh dhe Reagan i Madh. Trump nuk është në ato nivele. Trump po humbet tek MAGA. Ka dalë dosja Epstein, ka shumë redaktime për të hequr fytyrën, fotografitë e emrin e tij, por MAGA nuk pranon dot sepse ti erdhën këtë zgjedhje për këtë. Nuk kërkon MAGA që të ndrysh ushtarakisht në Venezuelë. A ka drejt ka sepse investimet në industrinë e naftës janë amerikane. Kanë qenë pronë amerikane, janë shtetëzuar nga një qeveri social komuniste. Do t'i marr? Po. Është fuqia më e madhe në botë. Si Trump ose njerëzit rreth tij. Rënja e Trumpit nga ana mendore dhe shëndetësore ka bërë më të fuqishëm Stephen Miller, i cili është ai që kryen deportimet masive, që kryen sulmet në Venezuelës, janë idetë e tij për të marrë gjithë naftën në shtejona, është Steve Miller që do të heqë Iranin. Nuk është pëton do të kushme. S'ka sësi. Nuk mundet Amerika të humbas një vend pro-amerikan si që Shqipëria. Për një figurë qesharake, hajdute, i cili mund të ketë 5 miliard dollar. Do të t'i marrin si ja morën ati që çmendej maleve kundra Amerikës. Do të përfundosh si fëmijët e bllokut, duke lypur sepse ti e di këtë poshtë urave të Parisit dikur, s'ke krijuar asgjë. Do të heqin plenumi i partisë tënde si kanibal. Mos kujto se të duan, nga pas qeshen dhe të shajnë gjithë. Ti je sigurt. Mata Hari, pastruesi e Athinës, të tallet në këtë nivel, duke të etikuar me një fjalor rruga çeshoror, siç e meriton, ashtu siç flisë dikur si kryetar bashkie, tregojnë qartë se si kryeministër. Është ajo, pra është Athina. Por ajo është në ngrata këtu, nuk vjen dot. E tredhin. Edhe fundi yt. I tillë do të jetë. Shpresoj që nesër të jetë protestë, ajo foltore. 21 dhjetori mund ta çbëj 21 janarin tënd. Nuk ka pse të vriten njerëz, por ti duhet të zhdukesh nga ajo zyrë. Nuk meriton asgjë. Ti vetëm ke vjedhur. Ke vjedhur dhe socialistë të ndershëm dhe ke larguar 1 milion vet. Zgjidhe fundin. Të tmerrshëm apo të merr pafund. Uroj që nga ana mendore të jesh mirë. Mund vish këtu, provoje, të ndaluar 1 orë herën e fundit. Ti din të gjitha veprimet financiare, ti kanë kapur çunat. Ti din. Nuk sjell më kesh me gur diamanti, dhe ato ti din. Pyet Markosin, pyet shumë. Edhe Gaddafi bënte ballo. Edhe Mubarak, përpara se të përfundonte ashtu siç përfundoi dhe siç e meritonte. Fundi yt dihet. E keqja në Shqipëri ka një emër, Edwin Rama. Dhe çifti kryeministror çdo ditë më shumë duket si çifti Ceaușescu. Mediokër, hajdut, anti-shqiptar, turp. Por gjithmonë ka një fund.